Dita e mërkurë me fillim në orën 16 është e rezervuar për ndeshjet kthyese të gjysmëfinales së Kupës së Maqedonisë së Veriut në futboll. Në stadiumin Buzliqenit do të takohen Struga Trimlum me Shkëndijën dhe në Strumic AP Brera me Vardarin. Duke u bazuar në rezultatet e ndeshjeve të para, një hap pranë finales janë Struga Trimlum, që ka përparësi 2-1 nga ndeshja e parë Vardari, që pothuajse e ka të sigurt finalen pas rezultatit 3-0 në Shkup. Dueli më interesant pritet të zhvillohet në Strug, duke marrë parasysh se bëhet fjalë për dy skuadra që kanë cilësi dhe që nuk dorëzohen pa marrë parasysh se Struga Trimlum doli fituese në takimin e parë në Tetov. Këtë e deklaroi edhe futbollisti Besmir Bojku. Na pret një ndeshje shumë e vështirë kundër ekipit të Shkëndijës. Presioni është në anën tonë, pavarësisht se kemi rezultat pozitiv nga ndeshja e parë, do të jetë një ndeshje shumë e luftuar nga të dy ekipet dhe shpresoj se ne do të jemi ata të cilët do të shkojnë në finale. Sulmuesi i Shkëndijës Fiton Ademi tha se përkundër negatives nga ndeshja e parë, shpreson se ekipi kuqezi të mund t'ia dalë duke u bazuar në atmosferën aktuale në klub. Si çdo herë, skuadra është e gatshme për të shkuar për bën një lojë të mirë dhe për rezultat pozitiv. Pavarësisht se loja e parë u kryi me rezultat negativ, po ne do shkojmë dhe do japim maksimumin për të bërë një përmbysje. Duke marrë parasysh rezultatin se jemi negativ, edhe pse skuadra Struga, do me thënë, rrugën e vetme për në Evropë ka përmes kupës dhe do tentoj t'ja dalë, po përsëri ne do shkojmë t'japim maksimumin dhe t'a provojmë. Të dyja ndeshjet gjysmëfinale Struga Trimlum Shkëndija dhe AP Brera Vardari zhvillojnë nesër me fillim në orën 16.